Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahun xhallashanuhu qoftë mbi ju. Ramazani është muaji i Kuranit. Është muaji në të cilin nisi zbritja e Kuranit dhe pikërisht kjo zbritje nis në natën e Kadrit, pra në muajin e Ramazanit. Nata e Kadrit për cilën Allahun xhallaxhelaluhu na flet shumë për të, madje ka dhe një sure të plotë në Kuranin famëlar. Për të folur më shumë rreth natës së Kadrit, sekretet, mirësitë dhe begatitë që Allahu xhallaxhelaluhu ka vendosur në këtë natë kaq të begatë, kemi të ftuar sot në podcastin Porta e Mëshirës nënkryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, zotin Lauren Luli. Nënkryetar, mirë se vini dhe faleminderit për kohën. Faleminderit edhe për ftesën. Atëherë, e cekëm pak, Allahu xhallaxhelaluhu ka zbritur një sure të plotë duke titulluar Surja Kadr, në të cilën në fakt na tregon shumë sekrete, shumë mirësi. Unë doja ta nisja me një herë çfarë është nata e Kadrit, çfarë bën këtë kaq të veçantë dhe si lidhet kjo me zbritjen e Kuranit që vjen tek profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Faktikisht Islami përqendrohet në këto 3 muaj, ashtu siç fillonte duaja e profetit alayhi salatu wasalam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, pra fillonte një parapërgatitje nga muajt Rajab dhe Sha'ban dhe më pas përqendrohej e gjithë vëmendja tek muaji i Ramazanit. Muaji i Ramazanit është një muaj i cili mbart në vetvete horizonte të reja për besimtarin dhe ashtu siç ka net dhe mbrëmje të ndryshme gjatë këtyre 3 muajve që janë të begata dhe net të shënuara, nata e Kadrit ndryshon nga ato, sepse nata e Kadrit na shpjegohet qartazi në Kur'anin famëlar, ku një sure e tërë është me emrin e saj, ku një sure e tërë flet për këtë natë dhe për këtë mbrëmje deri në detajet e mirësitë, shpërblimet që merren nga kjo natë. Po ashtu dhe vetë hadithet të profetit alayhi salatu wasalam ka një sër prej tyre të transmetuar dhe që gjenden në Sahihun e Buhariut që flasin me detaje në lidhje me këtë mbrëmje. Dhe pikërisht nëse do të hedhim një këndvështrim pa u futur në detaje, por në ato çfarë na shpjegohen pikërisht në këto argumente, shohim se nata e Kadrit është një natë e cila ndodhet brenda muajit të Ramazanit, ku mirësitë e saj janë të pafundme, ajsa ajeti kuranor na thot se nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. 1000 muaj, nëse do të bëjmë një përllogaritje, janë 83 vite e 4 muaj diçka, dhe pikërisht kjo e bën natën e Kadrit që ne ta përjetojmë dhe ta kërkojmë gjatë muajit begat. Po ashtu edhe profeti alayhi salatu wasalam në hadithet e tij na tregon se është pikërisht kjo natë ku Kurani famëlar ka zbritur mbi kupën qiellore, mbi qiellin e kësaj bote dhe nga aty dal sipas situatave, sipas çështjeve të ndryshme ka zbritur tek profeti alayhi salatu wasalam. Pikërisht për kjo është ajo nata e Kadrit e cila ne e kërkojmë gjatë muajit të Ramazanit dhe specifikisht ndoshta në 10 ditën e fundit. Ajo çfarë dim që edhe ju e përmendët pak është që ne e kërkojmë në Ramazan në tërësi, në fakt e mirë është që ne ta kërkojmë gjithë vitin. Pra të jemi të përgatitur, por që ajo përgatitja në Rexhep, në Sha'ban dhe pastaj Ramazani na mundson ne që të jemi, le të themi, në atmosferën shpirtërore. Cila është urtësia që ne nuk e dim të saktë datën e natës Kadrit? Pra po të na thojë që është nata X dhe njerëzit ta shfrytëzonin atë natë, do ishte ndryshe, besoj, dhe cila është urtësia që kjo është lënë fsheht nga Allahu xhallaxhelaluhu? Faktikisht mirësia e të lënurit të kohës apo natës mbrëmjes të natës së Kadrit në enigmë, pra e panjohur nga ana e besimtarëve, është në vetvete një farë mirësie. Kur dietarët e shprehin këtë gjë apo mundohen që ta shpjegojnë pikërisht këtë fshehtësi të kësaj nate, përdor një shprehje të lezetshme që është realisht, domethënë se çdo natë quhet të ishte natë Kadri dhe çdo kënd që takon merru me to se sillu me të si të ishte hidri. Pra në vetvete kjo e bën besimtarin më të përgjegjshëm, më të qëndrueshëm dhe më kërkues ndaj kësaj nate. Pra një natë në të cilën kërkohet mirësia e 1000 muajve
nuk ka se si të ishte një natë, një mbrëmje e vetme ku të gjithë besimtarët ta dinin, ta kërkonin në të, t'i përkushtoshin asaj nate dhe në vetvete të përfitonin 1000 muaj. Por nga ana tjetër, Allahu xhalla xhelaluhu pikërisht duke e fshehur këtë mbrëmje, duke mos e përcaktuar natën, sikur dëshiron të na thotë neve që kërkojini atë, të mos bëni dembel dhe të kërkoni vetëm një mbrëmje, një natë, por është gjithaj muaji i Ramazanit në të cilin duhet kërkuar nata e 4. Ndonse ka plot hadithe, ka plot shpjegime që na orientojnë ka 10 ditë të fundit, ka netëve teke të 10 ditë të fundit, profeti alayhi salatu wasalam duke ardhur, duke shpjeguar ëndrrën e disa sahabe që kishin parë, thotë përkushtoni 7 ditë të fundit etj, por që të gjitha këto janë disa orientime ku dynden apo shtohet akoma më tepër përgjegjësia për ta kërkuar në këto net të fundit. Por se pikërisht është mirësia që lihet në këtë formë që ne ta kërkojmë çdo mbrëmje. Një muaj i Ramazanit të kërkohet çdo mbrëmje si të ishte nata e 4. Imagjinoni një besimtar që do të kërkonte gjithmonë mirësinë e 1000 muajve në çdo mbrëmje të Ramazanit, kjo do të ishte, besoj, ajo mirësia më e madhe që besimtari do të përfitonte, dhe kjo do të ishte ajo forma më e natyrshme, besoj, që besimtari të kërkoj dhe të pretendojë nga mirësitë e kësaj mbrëmje kaq të madhe. Nënkretar, muaji i Ramazanit është muaj maratone, është një kompleks adhurimesh në vetvete, por se besimtarët nuk ngopen, le të themi, me adhurimin, me lidhjen që kanë me Allahun xhalla xhelaluhu, dhe cilat janë disa nga ato vepra që besimtarët i bëjnë apo duhet i shtojnë, duhet i bëjnë kryesisht në 10 ditën e fundit, duke qenë se jemi edhe në kërkimin e një nate të tillë. Absolutisht, tashmë ka tradita shumë të bukura të cilat praktikohen në xhamit tona, por se ashtu siç e përmenda më sipër, nata e 4 është nata e Kuranit, sepse në këtë mbrëmje i gjithë Kurani zbret në kupën qellore dhe ku ka simbolik më të madhe që mbartet nga kjo natë se sa leximi i Kuranit. Pra, përkushtimi i Kuranit famlar, çështja e namazit, namazeve nafile apo namazit të natës, që tashmë ka ardhur një lloj praktike që tashmë funksionon në të gjitha xhamiat tona, dhe përkushtimi në dua dhe në lutje janë disa prej atyre elementeve të cilët jam i mendimit se duhet të plotësojnë dhe duhet të mbushin këto net. Përkushtimi i Kuranit, ta lexojmë atë sa të kemi mundësinë, në qoftë se kemi mundësi në arabisht, në qoftë se nuk e kemi atë mundësi, duke lexuar nga gjuha shqipe apo duke lexuar nga komentimi i tij, namazet sa të kemi mundësinë dhe aq sa kemi energjinë ne të përkushtohemi namazeve, dhe më pas patjetër që ajo që është edhe nga adhurimet më të rëndësishme është dhe duaja, lutja për veten tonë, për familjen dhe për të gjithë besimtarët apo edhe më gjerë. Këto janë disa prej elementeve që nuk duhet të anashkalohen në kontekstin e përfitimit të kësaj nate të begatë. Në Kuranin famëlar, në surën Kadr, Allahu tregon që në këtë natë zbresin ëngjëjt dhe bashkë me ta edhe Xhebraili alayhis salam. Dhe bazuar në këtë, dietarët kanë thënë që kjo është dhe një natë, le të themi, e ngjeshur, pra për nga densësia që krijohet në sipërfaqen e tokës. Cilat janë disa nga këto mirësitë ose gjërat e veçanta që ndodhin në natën e 4, që ndoshta ja shtojnë vlerën, dhe kur besimtari mendon dhe mediton mbi këto, pra le të themi, futet akoma më shumë në atmosferën e përfitimit apo në kërkimin e 1000 muajve që përmend Kurani. Në disa momente, Allahu xhalla xhelaluhu, edhe vetë në hadithet e profetit alayhi salatu wasalam, përmenden momente kur engjëjt zbresin në ambiente ku janë njerëzit. Pra, për shembull, është vendi ku përmendet Allahu xhalla xhelaluhu dhe i dërgon salavat e profetit alayhi salatu wasalam. I dërguari i Zotit thotë në të zbresin sekina, në të zbresin engjëjt. Pra, në një farë mënyre na tregon se në ata ambient, në atë vend ku zbresin engjëjt, mirësia dhe mëshira e Zotit është aty. Nuk ka se si të zbresin engjëjt në një vend ku nuk është mëshira dhe mirësia e Zotit. Dhe pikërisht në këtë natë ku Allahu xhalla xhelaluhu thotë aty zbresin, dhe forma, mënyra se si e sjell Kurani famlar këtë zbritje, e sjell në atë formën që është një dyndje e madhe, nuk ka thjesht një zbritje të thjesht engjësh, por ka një dyndje engjësh të cilët zbresin me Xhebrailin alayhis salam në sipërfaqen e tokës, pra midis njerëzve, dhe është pikërisht kjo ajo mirësia dhe mëshira që na tërheq vëmendjen në një vend ku janë engjëjt, në një vend ku ka zbritur Xhebraili alayhis salam, në një vend ku anë mban, ndonse ne nuk i shohim, por se jemi të rrethuar me engjëjt, me mëshirën e Zotit, kurse si nuk mundet dot që
të ketë gjë tjetër veç se përfitimi i mirësive. Dhe pikërisht në këto moment dietarët kanë thënë se ndoshta disa punë marrin vlera dhe rëndësi sipas vendit, kohës, mënyrës, momentit ku bëhen, dhe pikërisht në muajin e Ramazanit dhe aq më tepër kur përqendrohet pikërisht në natën e Kadrit, punët dhe veprat që bën besimtari në çdo formë, qofshin ato të vogla apo të mëdha, qofshin ato adhurime të drejtë për drejta tek Allahu xhallal xhelaluhu, apo edhe disa sjellje që plotësojnë atë portretin e plotë të besimtarit, ku është ndihma ndaj të tjerëve, sadakaja, zekati, të ardhurit në ndihmë të tjerëve, janë pikërisht veprat të cilat në këtë lloj atmosfere të mbushur me engjëjt dhe në praninë e Xhebrailit alayhis salam, Allahu xhallal xhelaluhu i shpërblen pafundësisht. Për këtë arsye edhe thotë se çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç agjerimit, ajo është për mua, unë e shpërblete. Mendoj që kjo është dhe ajo logjika e kësaj gjëje, sepse njeriu çdo punë dhe çdo vepër me qëllimin e pastër për Allahun xhallal xhelalu e bën për vete. Edhe agjerimin po ashtu, Allahu xhallal xhelalu nuk ka nevojë për një agjerim, nuk ka nevojë për një adhurim apo diçka që ne ta bëjmë për të. Por është pikërisht ky moment, pra. Është momenti në një dyndje të tillë, punët dhe veprat marrin shpërblimin, dhe çfarë shpërblimi është vetëm Allahu xhallal xhelalu e din, sepse ky është nga momentet e vetme ku besimtari gjen mundësinë dhe kohën që të veprojë, të bëj vepra në praninë e kaq shumë engjëve. Një nga veprat, le të themi, ose sjelljet e veçanta që ne e shohim dhe në realitetin tonë është që një pjesë e besimtarëve që nuk kanë mundur të agjërojnë dot Ramazanin për shumë arsye, ndoshta dikush për arsye shëndetësore, ndoshta dikush që akoma nuk ka bindur veten që unë mund t'ja dal ndoshta për një muaj të tërë, por herëherë edhe nga jo besimtarët, pra nga jo muslimanët, shohim një le të themi një vetdije të përkushtuar, të maksimalizuar, domethënë rreth natës së Kadrit, që kurorzohet edhe me agjërimin e ditës që i paraprin asaj. Çfarë mendoni për këtë dhe si e shikoni ju këtë sjellje? Po, është e vërteta, në një shoqëri si e jona ku jetojmë në një harmoni mes besimeve, ku kemi prej atyre që janë të besimit musliman, por kemi edhe atë shoqërinë që i përket besimeve të ndryshme, shohim që të gjithë pyesin dhe na vijnë shumë pyetje të ndryshme, nëse unë e agjëroj vetëm ditën që i paraprin, çfarë bëhet ose si bëhet. Duket që e kanë për herë të parë, qofshin edhe muslimanë që nuk kanë patur mundësinë që ta agjërojnë, por të paktën këtë ditë që paraprin natën e Kadrit, ose më saktë që të jemi të qartë, nata që paraprin natën e 27, që është nata tek dhe nata me mundësinë dhe probabilitetin më të madh që të jetë natë Kadri, sepse nata e Kadrit nuk mund të, siç e thamë më sipër, nuk është e përcaktuar. Por nata 27 kryesisht kërkohet më tepër nga të gjithë njerëzit, ka plot për atyre të cilët thotë gjatë muajit Ramazanit e kanë pasur të pamundur nga për arsye shëndetësore, për arsye të ndryshme të agjëroj, por këtë ditë do ta agjëroj, duke shpresuar pikërisht nga mirësia e kësaj nate. Dhe kjo mendoj që është nga sjelljet më të natyrshme, sepse gjithmonë besimtari kërkon tek mëshira e Zotit. Kur ka nevojë për diçka, kërkon tek ai dhe thotë: o Zot, sado jo korrekt të jetaj me besimin karshi Zotit, sado jo korrekt të jetaj me adhurimet ndaj Tij, por kur ka një hall, një problem, një shqetësim apo kërkon diçka, i drejtohet Zotit, o Zot, thotë, më ndihmo, ma jep këtë gjë. Dhe nga që tashmë flitet shumë për mirësitë e kësaj gjëje, të gjithë besimtarët ose jo mundohen që të përfitojnë nga kjo mbrëmje, nga kjo natë, dhe t'i bashkohen lutjeve, adhurimeve, dhe t'i bashkohen atyre angazhimeve që kanë edhe besimtarët gjatë gjithë muajit, thonë të paktën të përfitojmë nga ky muaj, të bëhemi pjesë edhe nga kësaj mëshire. Allahu na ka krijuar dhe ose na ka programuar, le të themi, dhe ai njeh shumë më mirë nevojën që ne kemi, dhe her pas here, siç e cituam në fillim, na jep mundësinë me ne të veçanta, me ditë të veçanta, me muaj të veçantë që ne ndoshta në një farë mënyrë të karikohemi, që na mjaftojnë pra për të kompensuar ato mungesat që kemi. Sa mund të shërbej pra një muaj Ramazan i kaluar, le të themi ashtu siç duhet, një natë Kadri e shfrytzuar siç duhet, le të themi asaj përmbushje shpirtërore që nevojat që ka besimtari për, le të themi, për gjatë gjithë një viti deri në Ramazanin tjetër. Mendoj se Ramazani është një mundësi e mirë për besimtarin që të reflektojë, të karikohet shpirtërisht, dhe ajo dieta shpirtërore në për të cilën ka kaluar gjatë një muaji të jetë e mjaftueshme që të qëndrojë i karikuar
shpirtërisht për të kaluar një vit, 11 muaj të tjerë ashtu në ato parimet dhe vlerat që duhet të ketë një besimtar. Pra, veset të cilat janë larguar nga një muaj, i gjithë muaj e ke lënë me një anë, apo dhe virtytet të cilat janë përfituar nga një muaj dhe çdo besimtar është munduar që t'i mbetësoj këto virtyte dhe t'i përjetësoj tek jeta, t'i jetësoj në jetën e tij gjatë një muaj, jam mendimit që është një periudhë kohore e mjaftueshme dhe një moment shumë i rëndësishëm dhe i mjaftueshëm që këto virtyte të jetësohen edhe të vazhdojnë në 11 muaj. Gjithmonë flasim për një Ramazan të suksesshëm. Gjithmonë flasim për një Ramazan ku besimtari gjithmonë është munduar që përpara jetës së tij të kërkojë horizonte të reja të adhurimit, të raportit që ka me Allahun xhalla xhelaluhu, të raportit që ka me njerëzit rreth rrotull, në largimin e veseve të tij, në përfitimin e virtyteve gjatë këtij muaji. Të gjitha këto pikërisht përbëjnë atë rrugtimin se si besimtari ka kërkuar gjithmonë ato horizonte të reja, mbetësimet të gjërave të reja. Dhe pikërisht këto, duke mbajtur të karikuar shpirtërisht, ka ardhur në një moment pjekje, nëse do ta quajmë këtë gjë, në një moment ngopje, ku tashmë për 30 ditë janë vetësuar, janë pjekur, janë bërë njëshme me karakterin ton, dhe kjo pastaj bën akoma më të lehtë rrugtimin e 11 muajve të tjerë, mënyra se si ai duhet të veprojë dhe duhet të heci. Ndryshe, një Ramazan i suksesshëm shihet më një herë dobia dhe dëmi i tij. Sa po del nga Ramazani, në qoftë se ti kthehesh plotësisht jetës së mëparshme, transformohesh më një herë sikur të mos kishte ndodhur gjë, ky nuk është një Ramazan i suksesshëm. Këto janë treguesit e parë, të cilët e tregojnë se Ramazani ka qenë thjesht një ndryshim rutine për njeriu dhe më pas me të mbaruar pas Bajramit përsëri kthehet në rutinën e tij të muajve më përpara. Nën kryetar, një mesazh përmbyllës për dëgjuesit tanë, për ndjekësit tanë. Mesazhi im do të ishte që të përfitojmë në maksimum në këto nete tek të këtyre 10 ditëve. Ndonse mund të ketë kaluar pak në luhatje 20 ditë që i parë, tashmë është edhe një mundësi tjetër që të kalohet me adhurime, të kalohet me përkushtim, të paktën të përfitojmë nga këto 10 ditë dhe duke lutur Zotin që të arrim këtë natë të begat, ashtu siç vetë Aisha radhiyallahu anha kur pyeste profetin alayhis salatu wassalam, o i dërguar i Zotit, kur nëse unë arri këtë natë çfarë të bëj, ai i sugjeronte duan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zoti im, ti je falës, e don falën, më fal mua. Ti kërkojmë sa më tepër falje Allahu xhalla xhelalu, ti pendohemi atij dhe të përkushtohemi në maksimum që të përfitojmë nga këto net të begata, si të ishin netet e fundit të jetës sonë, si të ishin çdo natë kadri dhe natë që zbrisin engjëjt dhe Xhebraili alayhis salam mesin tonë. Nën kryetar, faleminderit. Allahu ju shpërbleft për gjitha këshillat dhe për kohën tuaj. Të nderuar dëgjues dhe shikues, këtu kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Elus Allahun xhalleshanuhu që të pranojë për nesh agjërimin dhe adhurimet e kësaj dite dhe të na bëjë nga ata që përfitojnë dhe arrin natën e Kadrit. Miru takofshim në emisionet e radhës.